Shpesh herë, në ferma VIP është komentuar fenomeni ndryshe. Menjëherë të asocon të mendosh që kjo fermë është ndërtuar vetëm për inat të Big Brotherit, ë? Kështu të çon të mendosh. Tani sa është e ngjashme ferma me Big Brotherin? Nëse do të bëjmë një analizë duke u bazuar në dy fermat e mëpërparshme, kjo fermë këtë vit është krejtësisht një fermë tjetër. Fermerët apo banorët, sido që t'i quajmë, nuk janë shumë të fokusuar tek kafshët, nuk kanë shumë punë nëpër fermë, është më shumë ti tek debatet, tek diskutimet, tek lojrat që Agai ju mundson fermerëve, e gjitha kjo gjëja është e bazuar në sfidat, në dashuritë, në luftrat, në dinamikat, ka një ngjashmëri të madhe me Big Brotherin. Tani, dalluar nga Big Brotheri nuk ka në formatin e tij kafshë, nuk ka në formatin e tij baçe, nuk ka në formatin e tij jetën në fshat, ndërsa ferma është më së shumti e pozicionuar tek jeta në fshat. Dhe mendoj që për të arritur shikueshmërinë, për të arritur klikimin,